Pesë shenjat e hershme që tregojnë se vuani nga tensioni i lartë i gjakut. Tensioni i lartë i gjakut njihet edhe si vrasës i heshtur sepse zakonisht nuk ka simptoma. Megjithatë, nëse nuk trajtohet dhe nuk kontrollohet, mund të shkaktojë atak në zemër, sëmundje të veshkave dhe goditje në tru. Të dhënat në vendin tonë tregojnë se afërsisht 1/3 e grave vuajnë nga hipertensioni dhe kombinuar me rritjen e shkallës së obezitetit, ataket në zemër arrin deri në 20.000 persona në vit. Shpesh mensohet se hipertensioni mund të imitojë sëmundje të tjera. Bëhet e vështirë edhe diagnostifikimi, por sipas një studimi të ri, përdorimi i recetave të duhura mund të ndihmojë shëndetin tuaj. Këto janë sinjalet që jep trupi juaj kur keni edhe probleme me hipertensionin: gjakderdhje nga unda, dhimbje të kokës, marramendje, enjtje të pjesëve të ndryshme të trupit. Mund të jenë disa nga simptomat kryesore që kërkojnë gjithashtu vëmendje të specializuara dhe kujdes mjekësor.